Pas një rrugëtimi të suksesshëm ndërkombëtar, regjisori dhe producenti Fatmir Bardhoci erdhi në Kosovë me premierën e filmit të tij më të ri, Mundije. Projekt ky që sjell një rrëfim të fuqishëm dhe emocional, duke ndërthurur dinamikën e aksionit me ngjarje që prekin thellë shpirtin njerëzor. Filmi Mundije ka qenë një film jashtëzakonisht i vështirë. Jo si çdo film tjetër që fillon sot edhe mbaron pas një muaji, pas 2 muajsh, por edhe pse është xhiruar në 6 vende të botës, ja arritëm që të nxjerrim një histori shqiptare, traditat shqiptare, vujtet e shqiptarëve, të njihen në gjithë arenën ndërkombëtare dhe kjo histori shqiptare të shkojë në arenën më të lartë të filmit në Hollywood. Kanë qenë vërtet shumë histori të dhimbshme për t'i paraqitur në film dhe nuk është e lehtë që kur të merresh me histori të vendit tënd ti mbarosh ashtu siç don, sepse kërkohet shumë emocion. Mendon që do jenë ashtu siç don ti, do jenë ashtu siç i don publiku, apo do t'i paraqesim siç janë reale ngjarjet e filmit. Dhe në këtë film ka shumë ngjarje të vështira. Është periudha e komunizmit, kur kanë qenë krime makabre që popullsia jonë në Shqipëri, në Kosovë, ku trojet shqiptare kanë dëgjuar dhe janë mësuar me këto krime të komunizmit, por kur dalin në arenën ndërkombëtare u duken krime makabre, krime kundër njerëzimit. Dhe krime kundër njerëzimit jo nga një pushtues, krime kundër njerëzimit nga njerëzit tuaj. Dhe ne kemi pas fatin e keq që kemi pas drejtues të shtetit tonë, shqiptarë të cilët kanë kryer krime kundër njerëzimit ndaj popullsisë së tyre. Regjisori thotë se pjesëmarrja e aktorëve me famë botërore ja solli edhe suksesin filmit. Castingu është një proces të jetë i vështirë dhe kur mendon që të nxjerrësh një produkt që t'i rezistoje kohës dhe t'i rezistoje tregut të filmave hollywoodian, duhet përcaktuar me shumë kujdes. Ky film i ka të kaluar pritshmëritë tona, sepse në kastin e aktorëve bëjnë pjesë yje të Hollywoodit, që është James Bond, George Lazenby, është Eric Roberts, është Robert Miano, Michael Paré, Robert Lasardo, janë të gjithë emra të një castingu shumë të kërkuar në Hollywood, bëjnë pjesë në casting e listës A të aktorëve, kështu që kemi bërë një punë, besoj më të rëndësishme ka qenë të përzgjedhësh aktorët se sa të vazhdosh pastaj me xhirimet në set. Por edhe aktorët shqiptarë, të gjithë aktorët shqiptarë janë të përzgjedhur më së miri për të treguar jo vetëm performancën e tyre në set, në rolet e tyre, por për të përzgjedhur edhe rolin e shqiptarëve, të cilët duhet t'ia transmetojmë botës se cili është karakteri i shqiptarit, qoftë fizionomik, por edhe kulturor, edhe në atë aspektin e të përbërjes së tyre gjenetike dhe kjo i ka përcaktuar aktorët më së miri që t'i ngjajnë atij lisi, atij fisi i lirë Dardan me kockat e tyre, me personazhe të gjata, të larta, siç kanë qenë gjithmonë i lirë Dardanët flasë. Filmi Mundije është filmi i vetëm shqiptar i cili ka arritur në Hollywood, jo vetëm si prodhim shqiptar apo nga një producent shqiptar, por një histori shqiptare që të arrihet dhe të realizohet me aktorë të nivelit të lartë, siç janë James Bond, George Lazenby, Eric Roberts. Janë personazhe të cilët edhe produksionet të mëdha në Hollywood nuk e kanë të lehtë që të bëjnë një deal me ta, një marrëveshje me ta. Dhe jam krenar që kam punuar me ta, ose jam krenar që ata më kanë zgjedhur mua për të bashkëpunuar, dhe aq më shumë krenar që personazhe të tilla të bëjnë një film shqiptar dhe ta fusin këtë film në database-in e Hollywoodit. Gjatë mbrëmjes, regjisori shqiptar prezantoi dhe projektin e radhës Rënjet e pamposhtura, që është në fazën e zhvillimit dhe trajton temën e luftës së fundit në Kosovë. Projekti jonë kryesor që vazhdojmë tani është projekti për Kosovën. Dhe kjo është edhe lajmi i ditës, sepse është filmi i vetëm që është bërë për Kosovën, ose që do bëhet për Kosovën, me aktorë të nivelit të lartë hollywoodian. Dhe kjo besoj është qershia mbitorët për gjithçka çfarë i përket projekteve filmike. Dhe
t'ia lëm Kosovës këtë që ka nevojë sot më shumë se sa kurrë, t'i nxjerrim të gjitha ato krimet që ka bërë Serbia në Kosovë, vujtet e popullit shqiptar të Kosovës, që deri sot politika nuk ka guxuar, nuk ka as tentuar që t'i zbulojë dhe t'i evidentojë dhe t'i çojë në, mund të them, në ato tribunat më të larta të dënimit të krimeve. Përkundrazi, sot në vend që të ishin kriminalët serb të dënuar në gjykatën e Hagës, mbahen akoma të mbyllur krerët e ushtrisë lirimtare të Kosovës, të cilët qoftë me një mënyrë apo me një tjetër kanë rrezikuar jetën e tyre për t'i mbrojtur këta viktima, këta mijëra gra të përdhunuara, këta mijëra fëmijë të zhdukur dhe të vrarë dhe të masakruar, kështu që me një farë mënyre nuk them që ndihem me turp që jam shqiptar, që ne nuk arritëm t'i mbrojmë të gjithë këta viktima të Kosovës. Domethënë janë mbi 20.000 gra të përdhunuar, janë 1.500 fëmijë të vrarë. 33 years ago, Albania was a communist regime. Me një vizion të qartë dhe përkushtim ndaj temave me rëndësi, Fatmir Bardhoci po vazhdon të kontribuojë fuqishëm në kinematografinë shqiptare dhe ndërkombëtare, duke sjellë histori të fuqishme mbi fatet e historisë njerëzore. But I can't because you do not increase their numbers in the US Congress.